marraj partitë politike shqiptare do të duhej të ja mbajnë fillimisht zgjedhjet partjake dhe ato të jenë demokratike, dërsa analisti Milazim Maraj vlerëson se paralajmërimet për zgjedhje parlamentare në dhjetor janë të pabazuara pasi kriza aktuale nuk vjen nga mungesa e zgjedhjeve, por nga mosmarrveshjet mes partive shqiptare dhe mungesa e respektit mes deputetëve. Ai thekson se procesi për formimin e qeverisë është ende në afat dhe vetëm nëse dështohen dhe opozita mund të mendohet për zgjedhje të reja. Sipas Marajt, zgjedhjet nuk varen nga numri i zgjedhjeve, por nga cilësia dhe gatishmëria e deputetëve për bashkëpunim. Paralajmërimi për zgjedhje parlamentare në muaj dhjetor janë jo vetëm të pamenduara, por kërkesa pa bazë dhe e arsyeshme. Mosformimi i qeverisë së Kosovës nga Parlamenti i Kosovës nuk është për mungesë të zgjedhjeve, por për mosmarrveshje të partive politike shqiptare në mesveti, për mungesë të respektit minimal ndaj njëri tjetrit dhe votuesve të vet, për ngarkesën me energji negative të deputetëve dhe pa fare respektin ndaj atyre që u dhanë votan për të ngritur shtetin me standardet perëndimore në nivel evropian. Asnjë parti as AK-ja nuk ka dalë në zgjedhje me zotimin se do të bllokojë formimin e qeverisë së vendit. Që ka apo nuk ka shenja për formimin e qeverisë së re nuk është e vërtetë. Presidentja urdhëroi kryetarin e partisë që ka fituar shumicën e votave për formimin e qeverisë. Kjo ka një afat kohor. Nëse nuk do të arrijë të formojë kjo qeverinë, do të ofrohet opozitës. Vetëm nëse edhe kjo nuk do të arrijë të formojë qeverinë, atëherë mund të bisedohet për zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Nga se të zgjedhurit tashëm në vend të krijimit të institucioneve të Kosovës krijuan gjendje të jashtëzakonshme, apo për ndonjë qeveri të përkohshme teknike, por kjo nuk do të thotë që zgjedhjet garantojnë zgjidhje, nga se kjo nuk varet nga numërimi i zgjedhjeve, por nga cilësia e tyre. Sa ka deputet të gatshëm për tolerancë funksionale të domosdoshme për të lëvizur përpara, shprehet ai. Maraj thekson se edhe nëse pritet në zgjedhje të reja, ato nuk do të sjellin ndryshim, pasi në garja të njëjtit njerëz. Sipas tij, partitë politike shqiptare duhet fillimisht të mbajnë zgjedhje të brendshme demokratike me konkurrencë reale dhe kuadro profesional e patriotik. Ai shton se Kosova ka mjaft ekspert të aftë, por ata përjashtohen nga strukturat partjake për shkak të interesave personale. Çka nëse po presim zgjedhje të reja? Ani pse për në muaj dhjetor nuk bisedohet, janë përsëri të njëjtit njerëz. Partitë politike shqiptare do duhet t'i mbanin fillimisht zgjedhjet partjake dhe ato të jenë demokratike, të bëhen me vota të fshehta me një konkurrencë të fortë intelektuale, profesionale të fushave të ndryshme dhe patriotike, të gatshëm të sakrifikojnë nga interesat e ulta, personale dhe grupore për interesin e përgjithshëm kombëtar, ka thënë ndër të tjera ai.